Pas një periudhe 4 mujore karantinimi nga mortaja e ruminantëve të vegjël për bagtitë e imta, qarku i Shkodrës ka dalur nga kjo situatë. Duhet të kësaj faktin që fali bashkëpunimit të mirë që pat midis fermerëve dhe shërbimit veterinar, u bë mundur që kjo situatë jashtëzakonisht e rëndë për shërbimin veterinar të kalojë vetëm me 3 vatra, kafshë të cilët në këto 3 vatra u eliminuan plotësisht. Në Shkodër u regjistruan 3 vatra infektimi nga mortaja e ruminantëve të vegjël, ku azgjesuan rreth 500 krerë bakti të imta. Vatra e parë është shfaqur me datën 4 qershor të këtij vitit në fshatin në Postrip, ku eliminuan 18 krerë të imta. Pastaj mundën u shfaq në një fermë në fshatin Trush, ku eliminuan rreth 170 krerë të leshta, dhe vatra e fundit ishte me datën 28 qershor, një fermë në Dedajt të Shkrelit, ku eliminuan rreth 320 krerë të tjerta. Ndërkohë nga diela janë hequr edhe kufizimet ku fermerët mund të lëvizin baktit nga ferma në Tregje, nga ferma në fermë dhe drejt kullotave. Po që nga diela kësaj jave domethënë, tregu funksionon normalisht, vetëm gjatë që kërkon situatë si gjithmonë ashtu që fermerët të matrikulojnë, të vazhdojnë të matrikulojnë kafshët, meqense ne mbulojmë gjithë territorin me veterinar, bashkëpunojnë akoma më shumë me veterinarët e shtetit, edhe mjafton që të matrikulojnë edhe të lëvizin vetëm me certifikat veterinare, se certifikata veterinare jep garanci si për ata që e blen, natyrisht edhe për konsumatorin kur këto kafshë përfundojnë thertor dhe përfundojnë në dyqan. Ministria e Bujqësisë ka nisur edhe për llogaritjen e dëmeve të shkaktuara tek baktitë e imta nga mortaja e ruminantëve të vegjël në mënyrë për të bërë dhe zhdëmtimin e fermerëve.